Adolescentja, Ildia Xhamali. Mjaft të ketë të zogut krah, lartë hapësirave në fluturim. Nuk sheh shkëmb agremin, copton kull sjell gjëmim. Këshill s'do, urdhër jo e jo, thyen rregull, ndales shkelmo. Me të tit sy botën e sheh, shpesh dhe veten nuk e njeh. Si ti flas, si ti sillen, mendje humbur, po vërtitem, më mirun zemër thyer se ai rënd dhe përlyer. Ta prapsoj të gabuarës desh, ta ndihmoj për çdo herë, por ta di se i drejti shteg do kërkuar zgjendet lehtë. Të rritësh ca vështirë, peshon pak mali me borë. Nga fëmia, jo, s'heq dorë, s'më thyen as i rëndilot. Nga libri Lule mbi thinja, pak fjalë për autoren Ildia Xhamali. Ildia Xhamali ka lindur në 9 prill të vitit 1952 në Çerm të Lushnjës. Arsimimin 7 vjeçar e kreu në fshatin e lindjes. U rrit në një familje me vëllezër dhe motra, nën kujdesin dhe drejtimin e nënës që mbeti e vesh shumë herët. U arsimua në shkollën e mesme pedagogjike Luiq Gurakuqi deri në vitin 1969. Po në Elbasan u diplomua në Institutin Pedagogjik 3 vjeçar Aleksandr Xhuvani, mësuese lëndës gjuhë letërsi. Ushtroi profesionin e mësueses së kësaj lënde 40 vjet në Lushnjë dhe Elbasan, fshat dhe qytet. Krijoi herët familjen e saj dhe si prindër me bashkëshortin e saj Shaban Xhamali, agronom në profesion, arritën dhe ndihmuan në arsimimin e 4 djemve të tyre. Ka vite që është në pension. Kjo periudhë qetësie i dha gjallëri ëndrrës së saj të pashuar që të krijoj. Ka shkruar që herët dhe nuk ka botuar gjatë kohës kur ka qenë aktive në punë. Mbas përmbledhjes së parë, zemrën kam lënë peng, po boton edhe përmbledhjen e dytë, Lule mbi thinja. Ildia Xhamali.